edhe më herët që për shkak se afatet kohore për zgjedhjen e presidentit rrjedhin prej momentit kur ne konstituojmë kuvendin, kam vlerësuar që është e rëndësishme që t'u japim hapësirë dhe kohën e nevojshme partive politike në mënyrë që të arrijmë deri te një marrëveshje për ta zgjedhur presidentin ose për ta tejkaluar situatën që e kemi për momentin. Prandaj ajo do të bëhet në javën e parë të muajit gusht, edhe të premten besoj do ta bëj njoftimin se kur saktësisht do të bëhet kjo seancë. Nuk ka pasur marrëveshje, po të kishte marrëveshje sigurisht që do ta bënin publike. Në atë takim ka qenë kryeministri Kurti dhe ministri i financave zoti Murati, dhe në anën tjetër zoti Abdigjiku dhe zonja Osmani Sadriu. Ka pasur diskutime për rrugën që duhet ta ndjekim përpara, por jo marrëveshje.